Vazhduam në shkollë të mesme vetëm 2 vajza nga klasa e fillores dhe tani pas shkollës së kryerjes të maturës për në fakultet gjithashtu vazhduam edhe 2 nga klasa ime, vetëm edhe 2 vajza të tjera. Ishte pak e vështirë, gjithsesi se ishte e vështirë, nuk do të mund të rri pa e potencuar dhe pa e theksuar që jam njëra ndër studentet e para të Universitetit të Tetovës. Do me thënë jam studente e vitit 1994, jam nga ato studentet e ligjeratave në xhami, në objektet e shtëpive private të Reqicës së vogël, po me krenari dhe me mburje të madhe e them që jam studente e profesorëve të vërtet, profesorëve me titull dhe profesor me qëndrim dhe me një dije të shumë fuqishme të Universitetit të Tetovës. Profesor Mahmut Hysen i letërsisë së vjetër, profesor Hysni Hoxhan, profesor Angel Sejdan, profesor Vebi Bexhetin, të cilin shfrytëzoj rastin ta përshëndes, do me thënë profesor të realizmit e kam pas, profesor Tahir Zajazin, profesor Fadil Sulejmanin, të ndjerin, i cili ishte rektor, po njësisht e kam pas edhe profesor të lëndës morfologjisë që më ka ligjeruar dhe me të vërtet them lind që është një krenari, një